Mirëmëngjesi ju që doni të mirën në këtë botë. Ka njerëz në botë që sa po shohin atë qetësinë tënde, atë mençurinë tënde dhe heshtjen tënde, e ngatërojnë këtë për dobësi. Mendojnë se fakti që ti nuk u kthehesh atyre, që ti nuk ul nivelin tënd, që ti nuk u përgjigjesh me të njëjtën energji, mendojnë se ti je e brisht apo e dobët. Por e vërteta është krejt ndryshe. Heshtja jote është maturi dhe jo dobësi. Largimi yt është forcë, jo dorësim. Shumë njerëz negativ do përpiqen të tërheqin edhe ty në botën e tyre të errët, sepse pikërisht aty ata ndjehen të fortë. Por kur ti nuk futesh atje në atë errësirën e tyre, kur ti nuk u ushqen dramën, kur ti nuk u jep asnjë pikë nga energjia jote, atëherë ti fiton. Dhe ky fitim atyre u djeg. U djeg sepse kuptojnë që nuk kanë pushtet mbi ty. Mos u çudit asnjëherë kur pozitivitetin tënd ata e marrin për dobësi. Në fakt, ata i trëmben forcës tënde të vërtet. Sepse, kur ata bërtasin sa kanë fuqi, dhe ti nuk friksohesh fare, kur ata provokojnë të lëndojnë dhe ti as u jep fare rëndësi, kur ata përpiqen të provokojnë që edhe ti të veprosh si ata, por ti u kthejnë kurrizin me qetësi, kjo i çmend këta njerëz negativ. Ata duan reagim, ata duan rrëmuj, duan dram, duan të ndjehen të rëndësishëm në atë kaosin e tyre që krijojnë. Por ti qëndron lart. Ti nuk zbret në nivele që nuk të takojnë. Dhe kur lartësia jote i lë ata poshtë, pa frym, ata këtë e ndjejnë si shuplak, edhe pse ti nuk i ke prekur fare. Kujto një gjë, asnjëherë mos u përpiq ti bindesh këta njerëz që nuk duan të kuptojnë. Mos i shpjego sjelljen tënde. Nuk ja vlen. Sepse ata nuk shohin më larg se ajo errësira e tyre. Njerëzit e gabuar do e quajnë forcën tënde arrogancë dhe butësinë tënde dobësi. Por kjo s'ka fare lidhje me ty. Kjo flet vetëm për ata. Ti vazhdo të jesh i fortë në atë heshtjen tënde, i qetë në çdo stuhi që kalon dhe i pa lëkundur në çdo provokim që të bëjnë. Sepse kur ti nuk lëkundesh, ata e kuptojnë shumë qartë, por nuk e pranojnë që ti nuk ke frikë të zbresësh në nivelin e tyre, por nuk e bën këtë sepse nuk ja vlen të prishësh qetësinë tënde. Unë ju falenderoj gjithmonë që më ndiqni dhe më dëgjoni. Ju uroj sot një ditë të mbar dhe miru pafshim në videot e tjera.